Kreu i Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokri, e ka frikën se çështja e antarësimit të Kosovës në UEFA dhe FIFA mund të kthehet në rishqyrtim, jo për ndonjë motiv politik, por për shkak të mungesës së infrastrukturës. Mungesa e një stadiumi me standarde të UEFA-s dhe FIFA-s mund ta penalizojë Federatën e Futbollit të Kosovës, duke ia rikthyer edhe një herë në tavolinë çështjen se a duhet apo jo Kosova të jetë antare e dy organizatave më të rëndësishme të futbollit evropian dhe botror. Ta jep rastin të zhvillosh një vit 4-5 ndeshje jashtë territorit të Kosovës, të sigurosh një stadium i cili e përmbush kriteret, mirë, po nëse ne shkojmë deri kështu në vazhdimsi, deri në pafundësi, atëherë mund të shtrohet edhe çështja e rishikimit të pranimit tonë. Antarësimi i Federatës së Futbollit të Kosovës në UEFA dhe FIFA në maj të këtij viti konsiderohet si një ndër arritjet kryesore të vendit gjatë këtij viti. Antarësimi i mundsoi ekipet përfaqësues të Kosovës në futboll të marrë pjesë në kualifikime për botrorin e vitit 2018 që mbahet në Rusi. Por në mungesën e një stadiumi që i përmbush kriteret, Kosova është detyruar që ndeshjet si vendas t'i luajë në një shtet tjetër në Shqipëri. Vokri thotë se deklarata e tij nuk është presion, por është një e vërtetë që mund të ndodhë edhe që si shprehet ai do të ishte normale. Nëse vazhdohet kështu, unë nuk shoh tjetër epilog. Kjo nuk është që po duhet të fus një presion tjetër, por kjo është e vërteta sepse edhe është normale dhe logjike. Unë, domthonë si i pari interesuar për këtë çështje, mendoj që kjo është një logjike dhe normale, edhe nëse të përjashtojnë, sepse nuk i ke kushtet edhe. Ai përmes kallxo.com ka bërë apel që sa më parë të gjendet mënyra për ndërtimin e një stadiumi. Unë bëj apel që sa më parë të gjendet mënyra se si të ndërtohet një stadium, sepse një shtet pa një stadium nuk është shtet.